Marrëzhin e filluan punëtorët që kishin ardhur nga të gjitha qytetet e Kosovës. E rrugës u ftuan edhe qytetarët për të kundërshtuar privatizimin e postës së Telekomit. Arsyet e kësaj kundërshtie janë fitimet e mëdha që kjo kompani publike po i sjell shtetit të Kosovës tash e disa vjet. Janë mbi 400 milion euro që buxheti i Kosovës i fitoi nga PTK vetëm nga viti 2007, para këto që nuk po besohet se do t'i jepen shtetit nëse 75% e aksioneve të saj shiten. Mëmësire kompanive të qurë vendore apo ndërkombëtare që më thy në këtë proces se është jo një qurë, kundër interesat punëtorëve dhe qytetarëve të Republikës Kosovës. Nëse doni privatizim, zini listë veçantë për privatizim PTK-s për ndërmarrje të dëshmuar profitabile, përvojë e cila është në shtetet fqinje. Pikërisht fitimet e mëdha që pati kjo kompani viteve të fundit janë arsyet që detyruan shumë qytetarë të i bashkohen marshit protestues. Qëto dividendat janë shuma, domethënë që i ka tërheqë qeveria gjithmonë prej buxhetit PTK-s. Janë dikon rreth 400 milion euro që i ka marrën, edhe arsyeja më e thjeshtë është që kjo s'ka nevojë më shit. E punëtorët e ndërmarrjes hall kanë fatin e tyre pasi po i frikson dëbimit nga puna. Pse asnjë privatizim deri tash në Kosovë nuk ka treguar që shitja është në rregull në Kosovë. Domethënë ka kriju veç papunësi, ka kriju raste sociale. Pavarësisht këtyre shqetësimeve, Ministria e Zhvillimit Ekonomik nuk e ka ndërmend të ndalë këtë proces, edhe pse vetëm një ditë më parë afati i dorëzimit të ofertave u shtyi edhe për një javë pas kërkesës së kompanive të interesuara për të blerë 75% të aksioneve të PTK-s.